Të djegësh flamuj, të shash, të fyesh, të tregohesh trim në turma ose pas maskave, është gjëja më e lehtë. Biles patriotët e këtij lloji janë në numër aq të madh, saqë nuk ka thes që i nxe. Por në këtë situatë mendoj se dy gjëra duhet të theksohen. E para, pasi digjni, shani, e shkrini egon e patriotizmit të rrim, a jeni të vetëdijshëm se kujt i keni bërë shërbim, kujt ja keni dërguar ujë në mulli dhe kujt ja hapni edhe më shumë rrugën që në kurriz të budallëkut tuaj të pasurohet, ndërsa juve të vazhdoj të kontrolloj e të lë me barkun bosh. E dyta, ja, u shfryt mirë me këto gjeste vulgare, por kur u kthyet për në shtëpi, rruga në të cilën ecët a kishte asfalt e kanalizim, por rroga në bank a ju ishte shtuar. Ndërsa, a mos e gjetet veten edhe në Bashkimin Evropian? Jo, normal që jo, sepse po të kishim djegur flamujt e partive, apo të kishim kritikuar kaq shumë politikanët sa djegim flamujt e shajm njëri tjetrin, sot të paktën do të kishim kanalizim, libra në shkolla, do të ishim edhe në Bashkimin Evropian dhe në vend që të merremi me këto budallëqe, do të ishim duke planifikuar se ku do i kalojmë pushimet dimrore, e jo të rrim me frikë se a do të na jap buke cigare veresi dyqani tek Dhe kur pas gjithë kësaj, kur e shohim se si veprojnë e reagojnë subjekte të caktuara politike, të cilat në vend që të bëjnë thirrje për qetësim, i fryjnë zjarrit edhe më tepër, kjo e bën të qartë se për ata më me rëndësi është që qytetarët të jenë të varfër e të mbushur me mlefe urrëtie, sesa mirëqenia, por edhe avancimi i vendit. Por ajo që mendoj se duhet ta dini është se pasuria më e madhe e këtij vendi është diversiteti, se patriotizëm më i madh është të mos vjedhësh, të mos gënjesh, mos jesh i dhunshëm, ti respektosh fqinjet dhe bashkëqytetarët e tu. Patriotizëm i vërtet është të kujdesesh për natyrën, për përparimin e vendit tënd, të studiosh, të jesh tolerant. Patriotizëm është që të zgjohesh në mëngjes me ndjenjen se ke bërë gjithçka për vendin tënd, që fëmijët tanë të kenë ardhmëri dhe jetë të sigurt, të zgjohesh me ndjenjen se vendi jot është i qetë dhe pasurohet, e jo të jetë vendi i cili përqeshet nga çdo kush. E për në fund një porosi për të gjithë patriotët me bateria, nëse jeni burra e trima, digjni e shani flamujt partijak dhe politikanët që na kanë lënë në këtë deregje, e jo komshiun dhe bashkëqytetarin.